Përgjigja është konteksti. Ne nuk donim që të tregonim atyre që nuk ekzistonte një organizim i mirë dhe nuk donim që t'ju thonim që arsye që pse nuk duam që t'ju armatosin është që duhen vite të tëra që ju të merrni trajtën e duhur të një strukture ushtarake dhe që të merrni armë efektive, sepse një qasje e tillë po t'ja thoje një gjë të tillë personave të cilët po luftonin me jetën e tyre në fushat e betejës së përdit, ishte ofensive, ishte përulse. Dhe ndonjëherë ti përzgjedh një arsye që është më e thjeshtë që të përçohet dhe është më e lehtë për tu ka përdir apo për tu pranuar nga bashkëbiseduese, sesa ti thoni më troç, e shkoqur që ne nuk ju japim dot armë ju, ndërkohë që njerëzit po theren dhe po vdesin, sepse ju jeni të paorganizuar, nuk ja u thoni dot një gjë të tillë. Domethënë ne bëjmë gjykimin tonë më të mirë, duke kemi bërë një vlerësim sipas asaj që dinë ne në më të mirën e mundshme, duke marrë parasysh strukturën organizative të UÇK-s, duke marrë parasysh aspektin e kontrollit dhe të komandës që ne besonim që UÇK-ja nuk e kishte, dhe një prej arsyeve kryesore të kësaj gjëje ishte që nuk kishte një kontroll dhe komandë efektive të UÇK-s. Arsyeja pse jam kaq i bindur unë që ai nuk ishte drejtuesi ushtarak i UÇK-s është që unë vetë e kam vënë re këtë gjë për 3 ditë të plota, nuk është se më shkruar përshtypja për një çast, nuk është se më shkruar përshtypja nga leximi një artikulli ose nga një kablogram, por e kam parë në mënyrë të vazhdueshme gjatë 3 ditëve të plota. E kam parë, kam qenë dëshmitar i dinamikës së pushtetit ndërmjet tij dhe komandantëve të tjerë. Kam fjalën këtu për raportin e tij ndërmjet komandantëve të sektorëve. Dhe duke qenë që ka parë me sytë e mia, kjo më tregoi mua se çfarë pozicioni ose çfarë hierarkie kishte në sistem. A jeni në dieni të arsyes pse shkruar kjo gjykat mbi çfarë baze, cilat janë akuzat fillestar për cilat u kërkua krijimi i kësaj gjykate? Përgjigje, jo. Pyetje, a dini ju çfarë ka ndodhur me pretendimin e zotit Martin në fund? Përgjigje, mendoj që nuk përfunduan as sekonde, nuk kishte asnjë zhvillim të këtyre akuzave. Dhe ajo më thot mua që thaçi është person me cilin duhet punoja, nuk do të thotë që ishte i vetmi person i rëndësishëm, por ishte personi kryesor me të cilin duhet punoja, se mendonim që të tjerët nuk do të ishin kundër, por këto s'mund t'i parashikosh asnjëherë, kështu që këto ishin thjesht përshtypje. Procesi nuk ishte shumë zyrtar, formal në vetvete. Unë po përpiqesha të thoja që ishte person i rëndësishëm, ishte person i domosdoshëm, po s'ishte i vetmi, na duheshin të gjithë, dhe ata e kishin zgjedhur atë si person të caktuar. Pra shqiptarët e Kosovës e kishin zgjedhur atë. Persona duhet ta kuptojnë këtë. Prandaj ne punonim me atë, prandaj konsideronim udhëheqësin atje, sepse ata e kishin zgjedhur atë.